Përshëndetje, këto ditë në Bekim po zhvillohet një mbledhje e rëndësishme, plenumi i 4 i Komitetit të 20 qendror të PKK-s. Në këtë plenum, udhëheqja e partisë në pushtet në Kinë do të paraqesë propozime për hartimin e planit të 15 të 5 vjeçar, duke përcaktuar kornizën dhe politikat prioritare për 5 vjetet e ardhshëm mbi rrugën e objektivat e zhvillimit të vendit. Sot kemi ftuar ekspertën e çështjeve të Kinës, drejtoren ekzekutive të Institutit të Studimeve të Globalizimit, Dr. Marcela Musabeliu, për të ndarme në mendimet dhe vëzhgimet e saj mbi këtë veprimtari të rëndësishme të kalendarit politik të Kinës si vjet. Përshëndetje, zonja Marcela. Përshëndetje, Zana. Forcat e reja prodhuese cilësore janë një koncept të kyç përmendur vazhdimisht në politikat ekonomike të Kinës në vitet e fundit. Këto kanë rëndësi të madhe për Kinën për të kapërcyer kurthin e të ardhurave të mesme dhe për të realizuar modernizimin kinez. Lidhur me këtë, liderit kinez kanë vënë në tukje se forcat e reja cilësore prodhuese janë edhe forca prodhuese të gjerbëra. Besohet se plani 15 të 5 vjeçar do vazhdoj të tërheqë vëmendje të madhe ndërtimi i qytetërimit ekologjik. Pra, cili është mendimi juaj për rëndësinë e këtij orientimi politik për Kinën dhe për botën? Plani 5 vjeçar në fakt është një instrument thelbësor për qeverisjen e Kinës, edhe për drejtimin e zhvillimit kombëtar në aspektin afatmesëm dhe afatgjatë. Ai shërben si një kornizë praktike, por edhe si një manual për voja të vlefshme në drejtimin dhe progresin ekonomik shoqëror. Sipas presidentit të Kinës, ndërtimi i qytetërimit ekologjik është një kauzë që u sjell dobi bashkosëve dhe brezave të ardhshëm, thot ai. Ideja e qytetërimit ekologjik është shpalosur dhe po zbatohet si një përgjegjësi e qeverisë ndaj brezave të ardhshëm, por edhe ndaj botës natyrore. Lideri kinez ka theksuar ndër vite se mbrojtja e mjedisit ekologjik, përveç gjërave të tjera, do të thotë mbrojtje e forcës prodhuese, sepse një mjedis i mirë ekologjik është produkt dhe e drejtë publike, ai që promovon me plotësisht mirëqenien e të gjithë njerëzve. Kjo nënkupton një sistem ekoekonomik, por çfarë do të thotë kjo? Me ekologjinë industriale dhe industrializimin ekologjik si shtylla kryesore të ekonomisë, një sistem përgjegjësie të bazuar në përmirësimin e cilësisë së mjedisit si pelp dhe një sistem qytetërimi ekologjik me modernizimin e qeverisjes si garanci për kombin dhe për njerëzit. Në të njëjtën kohë, pozicionimi politik i konceptit të qytetërimit ekologjik është zhvilluar nga plani i mijëvjeçarit që lidhet me zhvillimin e qëndrueshëm të kombit kinez. Zbatimi i këtij qytetërimi ekologjik ose kësaj ekoekonomie në Kinë është një pjesë e rëndësishme e një plani afatgjat për mirëqenien e popullit dhe në të ardhmen dhe për të ardhmen e kombit, duke vazhduar dhe duke vëzhguar zhvillimin e qytetërimit ekologjik, sidomos në këto 15 vitet e fundit, është e qartë se janë arritur rezultate të rëndësishme në analizën e përmbajtjes, po edhe në hartimin e politikave dhe në zbatimin e tyre praktik. Ndërtimi i qytetërimit ekologjik në Kinë është vendosur gradualisht nga fokusi fillestar, që ishte në menaxhimin dhe në mbrojtjen e mjedisit drejt një teorie më të unifikuar, por edhe më shumë dimensionale. Ky koncept ka qenë gjithashtu themelor për kontributin e Kinës në zhvillimin e qëndrueshëm ndërkombëtar dhe në sistemin e qeverisjes globale si të tillë, përfshirë këtu dhe patjetër shumë të rëndësishme luftën kundër ndryshimeve klimatike. Mbi bazën e konceptit të inovacioni është forca kryesore lëvizëse për zhvillimin, strategjia e zhvillimit të drejtuar nga inovacioni është temë kryesore që bashkon zbatimin e planit të 14 të 5 vjeçar dhe pritet që kjo politik të vazhdoj edhe në planin e 15. Pra, a mendoni ju që kjo do të shërbejë si një shtyllë për të mbështetur dhe për të formësuar të ardhmen e ekonomisë kineze? Gjatë dekadës fundit dhe 5 viteve të fundit nga inovacioni teknologjik, populli kinez ka përjetuar transformime të jashtëzakonshme në jetën e përditshme. Kush ka jetuar, kush ka udhëtuar në Kinë, këtë e di shumë mirë. Plani 15
5-vjeçar që daton 2026 deri në 2030, pra po shohim para, do të shënojë një fazë vendimtare në transformimin e ekonomisë së dytë më të madhe në botë në një lider global të zhvillimit me cilësi të lartë të orientuar drejt inovacionit. Gjatë dekadës fundit, mund të shohim shumë qartë nga qytetet në zonat rurale, nga rajonet bregdetare, në provincat më të brendshme të Kinës, nga qendrat kompjuterike, në parqet e çipave, në ato ndërtesat me zero karbon, ose ato që janë bërë oaze në mes të shkretëtirës, portet e tregtisë së lirë, për shembull, portet të brendshme, rajonet në të gjithë Kinën janë mbështetur në rrethanat e tyre unike, pasi siç është një rajon, nuk është rajoni tjetër, dhe për të zbatuar më tej filozofinë e re të zhvillimit përmes një serie praktikash rajonale për zhvillimin me cilësi të lartë. Këto përpjekje kanë krijuar një tablo të re, të gjallë dhe dinamike të ekonomisë kineze. Presidenti i Kinës Xi Jinping është shprehur se formulimi shkencor dhe zbatimi i qëndrueshëm i planeve 5-vjeçare përbëjnë një pjesë të rëndësishme të përvojës së PKK-s në qeverisjen e vendit. Jetesa e njerëzve duhet të sigurohet dhe të përmirësohet përmes këtij zhvillimi dhe patjetër përmes përparimit të vazhdueshëm të prosperitetit të përbashkët. Në periudhën e planit të 15 vjeçar, prioriteti strategjik do t'i jepet nxitjes së forcave të reja prodhuese me cilësi të lartë. Në përputhje patjetër me kushtet lokale. Gjatë dekadës fundit, inovacioni është bërë forca kryesore e lëvizjes së zhvillimit me cilësi të lartë në Kinë. Ky plan i ri pritet të shënojë një modifikim strategjik, duke shkuar nga një model që ishte ekonomik i mbështetur për dekada në infrastrukturë, në sektorin e pronave edhe patjetër në eksportin, drejt një modeli që udhëhiqet nga teknologjia dhe nga inovacioni i përparuar. Rritja e fuqishme e vendit, për shembull në sektorin e robotikës, nxitet nga përparimet e shpejta teknologjike edhe mbështetëse, përfshirë këtu rrjetet 5G, gjysmëpërçuesit, sensorët dhe inovacionin në bateritë. Këto përparime të reja po nxisin jo vetëm zhvillimin e robotëve dhe robotikës tradicional industrial, por edhe në krijimin e një brezi të re të ashtu quajtur humanoidësh të pajisur me inteligjencë artificiale. Në terma absolut, Kina ka instaluar më shumë se gjysmën e robotëve industrial në botë që nga viti 2021, po flasim për më shumë se 280.000 njësi brenda çdo viti, sipas raportit të Moody's. Kina gjithashtu po përshpejton integrimin e inteligjencës artificiale në prodhim si një pjesë e strategjisë kombëtare gjithëpërfshirëse për të riformuar bazën industriale dhe për të ngjitur, le të themi, një shkallë më lart në zinxhirin global të vlerës. Industria e inteligjencës artificiale në Kinë është shumë e avancuar në fakt dhe tashmë është vlerësuar diku ke më shumë se $70 miliardë me më shumë se 4.300 kompani që pritet të dyfishojnë vlerën e saj në $140 miliardë, pra nga 70 në 140, dhe të ndikojë në sektor me vlerë rreth $1.4 trilion deri në vitin 2030. Pra, këtu po shohim aplikimin dhe mundësinë e planit 2026-2030. Përpjekja në fakt pavarësisht shkencore në fusha kritike, veçanërisht në prodhimin e përparuar, në energjinë e gjelbërt, infrastrukturën digjitale dhe të gjitha gjërat sa thash më sipër, nuk do të nënkuptojnë dhe nuk nënkuptojnë mbylljen ndaj botës. Përkundrazi, Kina kërkon inovacionin e hapur dhe bashkëpunues dhe me dobi të ndërsjellë për të gjithë. Shumë faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit shumë për ftesën, Zana, ishte kënaqësia ime.